Nga Dakari vjen një zhvillim që rikthen në vëmendje edhe aktivitetin e RONJEFET në Shqipëri. Prokuroria Financiare e Senegalit ka ndërmarrë një fazë të re të hetimeve për mënyrën se si janë administruar financat publike gjatë viteve të fundit të qeverisjes së ish-presidentit Macky Sall dhe me semrave të përfshirë në verifikime deri edhe biznesmenë izraelit. Sipas medias senegaleze Sen News, Prokuroria Financiare i është drejtuar divizionit hetimeve kriminale për të identifikuar përfituesit real dhe ndryshimet e mundshme statutore të 36 kompanive dhe subjekteve të lidhura me kontrata publike. Hetimi lidhet me auditimin e financave publike për periudhën 2019-31 mars 2024. Mes kompanive të listuara është edhe DSC e RONJEFET, të cilin media senegaleze e identifikon si ish-konsull nderi të Senegalit në Tel Aviv. Sipas raportimit, DSC kishte përfituar disa kontrata të drejtë për drejta pa procedurë të hapurgare. Ky nuk është kontakti i parë i JEFET me autoritetet e reja të Senegalit. Pas largimit të Macky Sall nga pushteti në vitin 2024, qeveria e re nisi rishikimin e disa pronave shtetërore dhe kontratave të dhëna gjatë administratës së mëparshme. Mes tyre ishte një sipërfaqe prej 10.000 metra shkatror në bregdetin e Dakarit, ku JEFET kishte planifikuar një investim luksoz. Sipas mediave senegaleze, kontrata 30 vjeçare mbi tokën ishte dhënë në dhjetor 2021. Pas ndryshimit të pushtetit, autoritetet ndaluan punimet dhe nisën procedurat për revokimin e saj. Raportimet e kohës flasin për një projekt me hoteleri, marinë, restorant dhe aktivitet tregtar, ndërsa burimet të tjera raportuan plane për apartamente luksoze me pamje nga deti. Në të njëjtën kohë, autoritetet nisën një ofensiv për rikuperimin e disa pronave të tjera shtetërore të dhëna me qira afatgjatë qeverisjes së mëparshme. Në raportimet senegaleze për JEFET përmenden gjithashtu një godinë në Avenue Pasteur, një vilë në Stel Mermoz dhe një tjetër pronë në Fan Residence. Emri i tij është lidhur në Senegal edhe me çështjen e Maison de Senegal në New York, si edhe me kontrata për ndërtimin e pavioneve universitare përmes DSC. Pra sot nuk kemi më vetëm polemikat e vjetra mediatike. Kompania e JEFET është futur në listën e subjekteve që po verifikohen nga Prokuroria Financiare në kuadër të një hetimi shumë të gjerë mbi financat publike dhe kontratat e periudhës së Macky Sall, dhe pikërisht këtu historia bëhet interesante për Shqipërinë. Ndërsa në Senegal, qeveria e re i anulloi kontratën e tokës në Bregdet dhe Prokuroria Financiare po verifikon kompaninë e tij. Në Shqipëri, RONJEFET ka hyrë gjithnjë e më thellë në sektor të lidhur drejt për drejt me shtetin. JEFET rezulton pronari 49% të kompanisë Timak për krah Arieta Pucës me 51%. Dokumentet e regjistrimit të pronarit përfitues e konfirmojnë këtë strukturë aksionare. Por Timak nuk është më thjesht një kompani private që prodhon apo përshtat automjete. Në vitin 2025 ajo hyri në ortakëri me kompaninë shtetërore shqiptare të industrisë ushtarake Kajo, duke krijuar Timak Defense. Timak zotron 80% të kompanisë së përbashkët dhe Kajo 20%. Ve dokumentet zyrtare të Komisionit të Konkurrencës tregojnë se aktiviteti i kompanisë përfshin automjete të blinduara, mjete taktike, sisteme dhe pajisje të lidhura me mbrojtjen. Në këtë mënyrë JEFET është futur indirekt si pronar përfitues në një kompani të përbashkët me shtetin shqiptar në një nga sektorët më delikat për sigurinë kombëtare. Pamfleti ka raportuar më herët edhe për kompani të tjera të lidhura me JEFET dhe interesa në fusha që shkojnë nga armët dhe mjetet ushtarake te karburantet, dronët dhe teknologjia. Në qershor, pamfleti publikoi informacionin se kompania 1820 Black Oil e krijuar në dhjetor 2023 me kapital 3.5 milion lekë dhe bazë në Porto Romano kishte aplikuar për një projekt 20 vjeçar të lidhur me administrimin e rezervës shtetërore të karburanteve. Sipas informacionit të siguruar në atë kohë nga redaksia, skema financiare mund të arrinte në qindra milion euro gjatë gjithë periudhës. Kështu krijohet një kontrast i fortë. Në Senegal, ndryshimi i pushtetit solli rishikimin e marrëdhënieve të JEFET me shtetin. Kontrata e tokës prej 10.000 metra katror u fut në proces revokimi. Pronat të tjera nisën të rikuperoheshin dhe sot kompania e tij, DSC, është me subjekteve që po kalojnë në filtrin e prokurorisë financiare. Në Shqipëri, ndërkohë, JEFET ka zgjeruar aktivitetin pikërisht në sektor ku shteti është klient, partner ose rregullator, industria ushtarake, automjetet e mbrojtjes, teknologjia dhe projektet e lidhura me energjinë. Dhe këtu lind pyetja që nuk mund të anashkalohet. Nëse autoritetet e Senegalit po hapin dosjet e kontratave publike të RONJEFET, pse aktiviteti dhe marrëdhëniet e tij me shtetin shqiptar nuk i nënshtrohen të njëjtit nivel transparence? Sepse nuk bëhet fjalë për një investitor periferik. Bëhet fjalë për një biznesmen që në Senegal ka pasur akses në kontrata të drejtë për drejta dhe prona shtetërore, ndërsa në Shqipëri është bërë ortak përmes Timak me një kompani shtetërore në industrinë e mbrojtjes. Nga Dakari në Tiranë, emri është i njëjtë. Ndryshimi të paktën deri tani duket se është e mënyra se si institucionet kanë zgjedhur ta shohin.